Prioritetet e kërkuara nga komuniteti nuk janë zbatuar në njësinë administrative krutje. Investimet kryesisht në infrastrukturën e rrugëve të brendshme që janë kërkuar nga komuniteti kanë rënë në vesh të shurtër. Kjo nuk është hera e parë, jo vetëm në këtë njësi administrative të Bashkisë Lushnje, ku prioritetet marrin drejtim tjetër, ndryshe nga sa janë kërkuar për komunitetit. Aq më tepër kur investimet i kërkojnë përfaqësuesit e komunitetit. Rasti që kemi trajtuar ka të bëjë me investimin e 2 rrugëve të brendshme në fshatin Krutje e Sipërme. Investimet janë kryer në 2 rrugë të brendshme të quajtura rrugët e Çukallarëve, pavarësisht se kryetari i fshatit ka kërkuar investime në 2 akse të tjera të brendshme rrugore. Vangjel Gjermeni, kryetari i fshatit, shprehet se ka kërkuar nga administratori investime në një tjetër rrugë, por që nuk është përfillur. Madje sipas Gjermenit, kur ka kërkuar shtrimin e një rruge, përgjigjja ka qenë nuk kemi fonde. Unë nuk kam qenë në dini si kryetari i fshatit Krutje e Sipërme, sepse këto janë investimet të Krutjes së Sipërme. Megjithatë ju drejtova administratorit të qendrës Krutje dhe i them, cila është arsyeja që unë bëj kërkesë për tjetër rrugë dhe ju bëni. Ai tha, unë nuk di gjë tha për këtë punë, tha, i kam bërë privatisht. Dhe unë drejtova, a është e drejtë që privatisht ti bësh? Kur ato kanë qenë makinat e bashkisë, se normale, unë se di se që bëjmë privatista, kur vi makinat e bashkisë. Dhe nuk e di ka administratori që u bekan rrugë në Krutjen e Sipërme. Ka rrugë, shumë të ashtu, rruga e kishës si është atje, është një pjesë, e ka marrë ai televizioni gropa gjallë, edhe e ka mbuluar baristet. I kemi thënë, nuk ka punëtor, nuk ka këtë, për këto paska. Prandaj jam drejtuar televizionit, që të gjendet një drejtë. Ju drejtuam administratorit e njësisë administrative Krutje dhe ky i fundit në telefon u përgjigj se prioritetet e marra nga banorët i kalohen bashkisë, e cila investon me anë të ndërhyrjes së pasurive publike.